Përshëndetje të nderuar shikues të lajmet e orës 12. Policia e Kosovës ka nisur një operacion ndaj disa zyrtarëve policor që lidhen me veprat penale, marrje rishfetit dhe keqpërdorim opozitës apo autoriteti zyrtar. Operacioni po kryhet në Gjakov e Prizren, ka njoftuar Policia e Kosovës. Ky operacion i koduar me emrin Pika po përkrahet edhe nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, Dogana e Kosovës dhe Policia e Kosovës, ndërsa po paralajmërohet se do të ketë arrestime të 10 zyrtarëve policor. Në kuadër të këtyre veprimeve hetimore dhe operative nga hetuesit e IPK-s, pritet që fillimisht të shoqërohen e më pas edhe të arrestohen 10 zyrtarë policor të dyshuar në këtë rast, kryesisht zyrtarë të policisë kufitare, si dhe disa zyrtarë doganor. IPK-ja do të vazhdojë të mbetet e përkushtuar në ndërmarrjen e veprimeve që kanë për qëllim fuqizimin e integritetit policor, thuhet në njoftim. Në anën tjetër, Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sfeshla tha se Policia e Kosovës renditet si institucioni i dytë më i besueshëm për qytetarët e sipas tij kjo fal punës së zyrtarëve policor dhe jo vetëm. Trojnë tem të informacionit, Rusia ka bombarduar kryeqytetin Ukrainas në ditën e 19 të pushtimit të ish Republikës Sovjetike. Pamje dëshmojnë se si një blok banimi dhe një fabrik janë granatuar nga ushtria ruse. Ndërkohë, përfaqësuesit e dy vendeve kanë rinisur bisedimet në përpjekje për t'ju dhënë fund 2 javëve të luftimeve. Dy palët thonë se është shënuar përparim gjatë negociatave të fundjavës. Forcat ruse ja kanë ndërprer Ukrainës qasje në tregtin detare me marrjen e kontrollit të detit të Zi, ka konfirmuar Britania e Madhe. Rusia ka kërkuar ndihmë ushtarake dhe humanitare nga Kina për t'ju shmangur pasojave të sanksioneve, kanë konfirmuar zyrtarët amerikan. Pekini zyrtari ka quajtur dezinformata raportimet se Moska kërkoi ndihmën kineze. Ndërkaq raportohet se India ka shprehur këtishmëri për të blerë naftën e papërpunuar ruse me çmim më të lirë. Qeveria ruse ka pranuar se perëndimi po mundohet ta mbështetë Rusin me shpatulla për muri me ndëshkimet financiare. Trembëdhjetë kandidat ja kanë mësyer garës për të bërë gjyqtar të gjykatës kushtetuese në të cilën janë 2 vende të lira. Komisioni i posaçëm për përzgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese ka mbajtur mbledhje ku u shqyrtuan dokumentacionet e tyre nëse i plotësojnë kushtet e kërkuara me ligj. Kryetari i këtij komisioni Adnan Rustemi tha në një konferencë për medie se të 13 kandidatët të nominuan për të kaluar në fazën tjetër, siç është testi me shkrim dhe intervistimi me gojë. Rustemi tha se testi me shkrim dhe intervistimi me gojë do të bëhen më 29 mars. Komisioni i posaçëm sot shqyrtoi një për një secilin kandidat, dokumentacionet, përvojën e kështu me radhë, përgatitjen profesionale. Në fund miratoi të gjithë të 13-tit për të kaluar në fazën tjetër të testit me shkrim dhe të intervistës me gojë. Shefiki Shatri nga Shoqata e Fermerëve të Istogut ka deklaruar se subvencionet për prodhuesit vendor nuk mjaftojnë, po që se nuk mbrohen produktet e vendit. Ai ka treguar se ka rreziqe nga invazioni i jashtëm që sipas tij shesin produkte në mënyrë të jashtëligjshme, por çka nuk ndërmerren masa. I ftuar në emisionin sot të KTV-s, Shatri ka treguar një faturë se si në Kosovë janë importuar misha të viçit me çmim prej 1.30 centësh, që sipas tij janë çmime artificiale dhe në këtë mënyrë po bëhet shpërlarje parash. E Franca ka hequr të hënën shumicën e masave dhe njëra prej qytetarëve të Parisit, Pascal Favel, vallëtare amatore e rock and rollit, po mundohet të kënaqet pas 2 vjetësh me kufizime pandemie. Ajo është vendimin e ri qeveritar si shpresë për francezët. Në Francë më nuk do të kërkohen pasaportat e vaksinave, megjithse javën e kaluar pati ngritje të mesatarës rasteve me koronavirus. 69 vjeçaria Favel thotë se mezi ka pritur që të kthehet shprehive të saj,
për të shijuar ambientin në brigjet e Senës. Ajo thotë se moti mirë dhe heqja e masave do t'u amundsojnë qytetarëve që ta kalojnë kohën e lirë në ambiente të jashtme pa pasur nevojë të mendojnë për kufizimet e detyrueshme. Megjithatë, ajo ka thënë se duhet t'i respektojnë zotimet e kohës së pandemisë që të ketë më shumë kujdes për shëndetin publik.